Ju përshëndesi gjithve, mirë se vini në Shqipëria sot. Do të jemi së bashku për të parë zhvillimet kryesore. Izraeli ka konfirmuar vrasjen e një prej komandantëve më të lartë iranian. Saed Izadi është një prej figurave kyçe brenda gardës revolucionare islamike. Ai konsiderohet dhe financuesi kryesor i masakrës së Hamasit në sulmin e 7 tetorit të vitit 2023 ndaj Izraelit. Tel Avivi ka ndërmarrë një valë sulmesh ndaj depove dhe infrastrukturës së raketave në Iran. Izraeli goditi dhe objektin bërthamor në Isfahan, një nga më të mëdhenjtë në vend, por sipas autoriteteve nuk ka patur rrjedhje të materialeve të rrezikshme. Izraeli njofton se ka vrarë një komandant të lartë iranian, Saed Izadi, në një sulm ajror në qytetin Kom të Iranit. Izadi ishte drejtuesi i Korpusit të Palestinës brenda forcave Quds dhe konsiderohej figurë kyçe në furnizimin dhe financimin e Hamasit përpara sulmit të 7 tetorit 2023 ndaj Izraelit. Ministri izraelit i mbrojtjes e citoi vrasjen e tij si një arritje madhore për inteligjencën dhe forcën ajrore izraelite. Ndërkohë, Garda Revolucionare Iraniane konfirmoi vrasjen e 5 pjesëtarëve të saj në sulmin në qytetin Khorramabad, por nuk përmendi emrin e Izadit. Mediat iraniane raportuan gjithashtu se në sulmin në Kom kishte humbur jetën një 16 vjeçar dhe ishin plagosur 2 persona të tjerë. Agjencia Fars raportoi se Izraeli ka goditur dhe objektin bërthamor në Isfahan, një nga më të mëdhenj në vend, por sipas autoriteteve nuk ka pasur rrjedhje të materialeve të rrezikshme. Izraeli konfirmoi se ka ndërmarrë një valë sulmesh ndaj depove dhe infrastrukturës së raketave në Iran. Nga ana tjetër, Irani lëshoi një breshuri raketash në Izraelit në orët e parë të mëngjesit të së shtunës, duke shkaktuar alarm ajror në Tel Aviv dhe në territoret e pushtuara të Brekut Perëndimor, por raketat u kapën nga mbrojtja ajrore izraelite. Nëse Izraeli nuk i ndal sulmet, Irani nuk do të negociojë mbi programin e tij bërthamor. Bisedimet me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian në Gjenev nuk dhanë asnjë rezultat. Kryediplomati iranian tha se programi bërthamor i Teheranit është paqësor. Nga ana tjetër, sipas Trump, Bashkimi Evropian nuk mund të negociojë për t'i dhënë fund konfliktit, pasi vetëm Shtetet e Bashkuara mund të sjellin paqen. Kushti i Iranit për të diskutuar programin e tij bërthamor në tryezën e negociatave nuk ndryshon. Izraeli duhet të ndalë sulmet. Pas bisedimeve në Gjenev me homologët nga Gjermania, Franca, Britania e Madhe dhe me shefen e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi tha se vendi i tij është gati të shqyrtojë përsëri diplomacinë sapo të ndalen sulmet. Kryediplomati iranian theksoi se programi bërthamor i Teheranit është paqësor dhe i mbikëqyrur nga agjencitë ndërkombëtare. Irani është gati të shqyrtojë përsëri diplomacinë sapo të ndalet agresioni dhe agresori të mbajë përgjegjësi për krimet e kryera. Programi bërthamor i Iranit është paqësor dhe ka qenë gjithmonë në mbrojtjet dhe monitorimet e Agjencisë Ndërkombëtare Atomike. Por presidenti amerikan Donald Trump është një tjetër mendimi. Ai tha se është shumë e vështirë të kërkohet që Izraeli të ndalojë sulmet në një kohë që po fiton luftën. Sipas Trump, Irani nuk do që të negociojë me Europën, por me Shtetet e Bashkuara. Ai nuk përjashtoi as mundësinë që të mbështesë një armpushim, varësi të rrethanave. Europa nuk do të jetë në gjendje të ndihmojë në këtë pikë. Izraeli po ecën shumë mirë në aspektin e luftës dhe mendoj se mund të themi se Irani nuk po ecën edhe aq mirë. Ndërkohë, ministri i jashtëm britanik David Lammy tha që bashkë me homologët evropian theksuan se Irani nuk mund të ketë armë bërthamore që do të rrezikonin lindjen e mesme dhe gjithë botën. Ai cilësoi bisedimet konstruktive dhe i nxiti iranianët të negociojnë me Shtetet e Bashkuara. Ministri i jashtëm i Francës Jean-Noël Barrot këmbguli se iniciativa diplomatike duhet hap rrugën për negociata. Ai theksoi se ministri i jashtëm i Iranit është i përgatitur të vazhdojë me diskutimet. Në sallën sportive, Faria Hoti vijon rinumërimi votave për qarkun e Tiranës. Unë do të jem në këtë moment e drejt për drejt me Andon Kellon, ai po ndjek nga afër këtë proces. Andon, të përshëndes, në çfarë pike është rinumërimi votave për qarkun e Tiranës dhe cilat janë gjetjet deri më tani? Po, kjo është dita e 4 e rinumërimit votave për qarkun e Tiranës. Deri më tani, në këtë ditë të 4 janë rinumëruar 359 qendra votimi, pra po shkojnë rreth shifrës 33% të rinumërimit të votave për qarkun e Tiranës nga 1282 qendra votimi në total dhe janë rinumëruar 143.684
flet votimi, por në to janë gjetur 120 flet votimi më pak. Pra kanë qenë gabime në proces verbale që kanë sjell rënje të numrit votave dhe janë gjetur 120 flet votimi më pak deri më tani në 33% të kutive të hapura në Tiranë. Kjo ka sjell një rritje të votave të pavlefshme. Kemi rreth 268 vota më shumë të pavlefshme në këtë rinumërim dhe një rënje të votave të vlefshme. Nga 136.749, tashmë kemi vetëm 136.356, por si është reflektuar kjo tek subjektet dhe kandidatët politik. Mbetet Partia Demokratike, subjektit të cilit po i hiqen më shumë vota gjatë rinumërimit, 180 të tilla. 169 po i hiqen Partisë Socialiste, 20 Nismës Shqipëria bëhet, 22 Partisë Social-Demokrate, Partisë Mundësia po i hiqen 3 vota, ndërsa të vetmit që përfitojnë vota janë Koalicioni Euro-Atlantik 15 vota dhe Koalicioni Djathas për Zhvillim 6 vota. Tani në garën për kandidatët, Ilir Ali Mehmeti po humb 38 vota në listën e Partisë Demokratike, ndërsa Jorita Tabaku po humb vetëm 4 vota, duke siguruar kështu deri më tani edhe mandatin e saj, të cilin synonte t'ia merrte Ilir Ali Mehmeti me rinumërimin, ndërsa nga Partia Socialiste diferencat janë pak më të thella. Fatmir Xhafaj po humb 62 vota, Ylli Shehu po humb 50 vota, Xhemal Qefalia, i cili është në një garë me Ornaldo Rakipin, po humbet 120 vota, ndërsa Ornaldo Rakipi po humb vetëm 7 vota, ndërsa në garën për mandatin e 13 që i përket një gruaje në Partinë Socialiste, Olta Xhaçka po humb 16 vota, ndërsa Blerina Gjylameti po fiton 6 vota. Pra, diferenca mes këtyre dy kandidatëve nga 140 vota tashmë ka shkuar në 118 vota dhe Blerina Gjylameti synon përmbysjen. Megjithatë, deri tani me këtë marsh duket e pamundur të ketë një ndryshim rezultati qoftë te subjektet politike, qoftë tek kandidatët. Faleminderit Anton Kello për raportimin. Në Selin Roz, nisi shkolla verore e socialistëve. Akademia Politike e Partisë Socialiste është reaktivizuar me synim trajnimin dhe përgatitjen e deputetëve të rinj që morën mandatin në siglën e Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit. 39 kandidat fitues, por që nuk kanë patur më parë poste politike apo në administrat, do të marrin leksione nga kryesocialisti Rama dhe deputetë të tjerë të vjetër të Partisë Socialiste. Nuk ka pushime vere për deputetët e rinj socialist. 39 ligjvëndësit e zgjedhur më 11 maj nisën këtë të premte, kursin intensiv për të njohur me procedurat parlamentare, diplomacin ndërkombëtare, vizionin për Shqipërinë 2030, përpara se të nisin detyrën në parlamentin e ardhshëm. Do të jenë 5 module që do të drejtohen nga senatorët socialist, ndërsa porosin e parë deputetët e rinj e morën nga kryetari Edi Rama. Nuk është si ato dekoratat që e merri të vrapë dhe e ke përgjithmonë. Kjo është që çdo ditë duhet të jesh i vlefshëm, për çdo ditë duhet të jesh i nevojshëm. Zeqine Çaushi e njohur për video selfit e saj për Gazmen Bardhin dhe Mariana Koçeku apo Neo Malsoria nuk e fshehon entuziazmin për eksperiencën e re. Jo, s'mund ta quajmë shkollë, është thjesht një trajnim. Cili është lektori juaj preferuar? Të gjithë janë shumë mirë, s'kemi një të preferuar, që nga kryeministri që ishte i pari e deri tek i fundit. Shumë faleminderit. Këtu do jemi. Për mua janë të barabartë. Çfarë prisni? Të qartë të rinë socialist janë edhe për sjelljen që do të kenë në parlament, edhe pse ende pa ulur. Një pjesë prej tyre janë vënë në qendër të kritikave nga kundërshtarët politik. Unë absolutisht i përkas një klasë të tretë politike, nuk jam për asgjë personale, nuk jam për ofeza e bullizme, siç janë mësuar, ndoshta nuk më duhet të quaj as koleg, por kolegët e opozitës, kështu që pa diskutim me këtë qasje do të jetë edhe performanca ime në shtator. Mua më kanë vështuar më shumë se sa ai. Kështu që në shtator të gjitha përgjigjet. Akademia Politike do të mbyll punimet më 20 korrik.
Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve ka rrëzuar kërkesën e Partisë Socialiste për rivlerësim të votave të 11 maj të shpallura të pavlefshme. Në kërkesë thuhet se shenja e votës duhet merret në konsiderat edhe kur është përbri kutisë, jo vetëm brenda saj. Megjithatë, kjo kërkesë edhe nëse miratohet në kolegjin zgjedhor nuk pritet të sjellë ndryshime në rezultat apo mandate deputetësh. Koha e certifikimit të zgjedhjeve të 11 majit mund të zgjatet edhe më shumë. Jo për shkak të përpjekjeve të Partisë Demokratike, por prej një kërkese të papritur nga Partia Socialiste. Socialistët i kërkuan Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve që gjatë procesit të rinumërimit të llogariten si vota të vlefshme edhe e rastet kur shenja X ose plus nuk është vendosur brenda kuadratit në flet, por përbri saj. Sipas Partisë Socialiste, kjo është provë dallueshme se cilën preferencë ka patur votuesi dhe mjaftueshme për t'u toleruar si një gabim njerëzor. Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve e rrëzoi kërkesën e Partisë Socialiste me argumentin se vota jashtë kutisë së kandidatit nuk ka djegur gjithë fletën e votimit dhe është konsideruar e pavlefshme vetëm për kandidatin e jo për gjithë subjektin politik. Nuk mund të ndryshojnë standardin në proces. E dyta është që nuk mundet që këto 300 kuti që janë hapur deri tani të rivlerësohen edhe një herë vetëm sa i përket këtyre votave, dhe ajo çka është më e rëndësishme, ne vijojmë i qëndrojmë mendimit se vota duhet vlerësuar me objektivitet sa i përket kandidatëve. Por, vendimi i ndërmjetëm nga Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve i lë hapësirë Partisë Socialiste ta ankimojë vendimin në kolegjin zgjedhor. Në rast se socialistët marrin dritën jeshile në hallkën e fundit, vendimi do të rivendosë sërish në lëvizje Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve dhe të shqyrtonte edhe një herë këto flet votimit të cilat kanë sjellë rritjen e numrit të votave të pavlefshme. Por në total, nga 100.000 vota të rinumëruara në Tiranë, kanë dalë vetëm 161 vota të pavlefshme më shumë. Pra, kjo kërkesë nuk ndryshon asgjë si në shifra, mandate apo rezultate përfundimtare, qoftë për subjektet, qoftë ashtu edhe për kandidatët. Tre miqtë të shumë kërkuarit Talo Çela të ekstraduar pak ditë më parë nga Dubai do dalin ditën e sotme para gjykatës. Unë do të lidhem drejt për drejt me Ermal Vion për të marrë më shumë detaje. Ermal, të përshëndes, çfarë pritet të ndodhë në këtë seancë gjyqësore? Rovena, në fakt sapo ka përfunduar seanca gjyqësore, ku ka qenë në fakt vetëm verifikimi i kushteve për 3 persona që u ekstraduan pak ditë më parë nga Dubai, të cilët dyshohen se kanë qenë pjesë e një grupi kriminal teksa kanë mbështetur apo kanë qenë dhe bashkëpunëtorë të një të shumë kërkuarit tjetër, siç është Talo Çela. Kështu gjykata e posaçme ka lënë në fuqi masat e dhëna në mungesë ato të arrestit në burg për 38 vjeçarin Erviz Daka, që dyshohet se është një nga personat që ka informuar në lidhje me atentatin ndaj shtetasit të njohur ndryshe si Kej Piu, si dhe gjithashtu ka qenë personi i cili ka siguruar kushtet për të kryer atentatin ndaj Arjan Spahiut në vitin 2020 në Belgjik. Nga ana tjetër, arrest në burg është caktuar edhe për Maksim Koçi, ku ky fundit akuzohet për atentatin ndaj Klevis Kaplanit, i cili mbeti i vrarë në Sinabellaj të Rogozhinës. Gjithashtu dyshohet se ka ndihmuar duke fshehur të shumë kërkuarin Talo Çela. Po kështu arrest në burg është vendosur edhe për 40 vjeçarin Aldo Xhika, ku dhe ky i fundit dyshohet si një nga personat që të ketë ndihmuar në atentatin ndaj Ardian Çopes në qytetin e Elbasanit. Për të 3 këta persona ishte caktuar masa e arrestit në burg në mungesë, pasi ishin si të dyshuar në, po themi, në grupin kriminal të
vëllezërve Franz dhe Hajdar Çopja në qytetin e Elbasanit ishin shpallur në kërkim, ndërsa prej disa kohësh qëndronin të fshehur në Dubai. Atje ku në fakt autoritetet e Dubait vendosën më pas që ti ekstradonin drejt vendit tonë, tashmë ditën e sotme ata u përballën, po themi, me akuzat e prokurisë së posaçme dhe më pas gjykata vendosi të lërë në fuqi masat e arrestit në burg të caktuara ndaj tyre më herët në mungesë. Faleminderit Ermalvia për raportimin dhe detajet që ndave me ne. E Cimotej, policia e Lezhës ka ushtruar kontrole për ndotjen akustike. Sipas uniformave blu janë testuar me matës të zhurmës disa objekte dhe subjekte të hapura dhe të mbyllura në zonën turistike të Shëngjinit për verifikimin e respektimit të nivelit kufi të lejuar të zhurmës, siç është parashikuar në ligj. Nga matjet e kryera, niveli zhurmës ka rezultuar brenda kufimve, ndërkohë strukturat përgjegjëse kanë ushtruar kontrole edhe për respektimin e orarit të lejuar për muzikën në ambientet e hapura në zona apo qendrat banuara, i cili është nga ora 11 e paradites deri në orën 24 në mesnat. Policia e Lezhës fton qytetarët që të denoncojnë çdo shkelje sa i takon ndotjes akustike. Pesë të rinj janë arrestuar nga policia e Tiranës pasi u kapën në flagrancë në tentativë për të shitur lëndë narkotike kanabis sativa. Mosohet se në pranga janë vënë Erian Përleshi, Elsad Germaj, Shaban Nikolli, Egzon Buzalli dhe Alban Prendi. Mosohet se shërbimet e policisë kanë ndaluar në fshatin Valias 2 automjetet dyshuara, një tip Audi që drejtohej nga Alban Prendi dhe pasagjer shtetasim Përleshi, dhe automjetin tjetër Jaguar që ndishte nga pas me drejtues Buzallin dhe pasagjer Germajn dhe Nikollin. Gjatë kontrollit të automjetit, shërbimet e policisë kanë gjetur 2 pako me lëndë të dyshuara narkotike kanabis sativa me peshë totale 5 kg me 300 gram që dyshohet se po transportohej me qëllim shitje. Rreth 500.000 euro janë sekuestruar në një pikë të këmbimit valutor në Tiranë të dyshuara si të përfituara nga veprimtaria kriminale. Policia ka proceduar penalisht 72 vjeçaren Ermira Korça. Kjo e fundit nuk deklaronte shumat e parave cilat depozitoheshin në subjektin e saj. Sipas provave të mbledhura nga uniformat blu, rezulton se personat të ndryshëm depozitonin paratë e padeklaruara në pikën e këmbimit valutor në pronësi të saj, të cilat përdoreshin më tej për t'u dhënë borxh qytetarëve me përqindje të lartë jashtë sistemit bankar. Ju ftoj të ndiqni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Hakerat iranian prekon funksionimin e shërbimeve dhe aplikacioneve që administrohen nga Bashkia e Tiranës. Autoriteti kombëtar për sigurinë kibernetike thotë se sulmi kibernetik u izolua dhe se po punohet për rikthimin në funksion të sistemeve. Rrjeti iranian i hakerave Homeland Justice pretendon se ka marrë të dhëna dhe ka fshirë serverat. I njëjti grup hakerash është autori i sulmit të madh kibernetik të ndodhur në vitin 2022 në vendin tonë ndaj shërbimeve shtetërore online. Faqja e Bashkisë së Tiranës, Tirana.al, është sulmuar të premten nga një grup hakerash duke e bërë të pamundur aksesimin online. Sulmi në fjalë është marrë përsipër nga rrjeti iranian i hakerave Homeland Justice, të cilët janë përgjegjës edhe për sulmin që u bën institucioneve shqiptare online në vitin 2022. Në një postim në kanalin e tyre në rrjetin social Telegram, ky grup hakerash iranian pretendon se jo vetëm kanë rrëzuar faqen online të Bashkisë së Tiranës, por kanë nxjerrë të dhënat e tyre dhe kanë fshirë serverat. Autoriteti kombëtar për sigurinë kibernetike thotë se sulmi kibernetik u izolua dhe po punohet për rikthimin në funksion të sistemeve. Sipas autoritetit për sigurinë kibernetike, është kufizuar për hapja në sistemet e tjera të ndërlidhura. Nga vlerësimi paraprak, incidenti ka ndikuar në funksionimin normal të disa shërbimeve dhe aplikacioneve që administrohen nga kjo bashki. Në bashkëpunim me Policinë e Shtetit kemi ndërmarrë të gjitha hapat e parashikuara nga procedurat operative të reagimit ndaj incidenteve, duke ngritur një grup të dedikuar pune i përbërë nga ekspert të sigurisë kibernetike. Ky grup ka nisur menjëherë punën në terren në bashkëpunim të ngushtë me stafin teknik të Bashkisë Tiranë për ndërmarrë masat e para për rikthimin e funksionimit të sistemeve të goditura. Hakerat paralajmërojnë se aksioni i tyre kundër qeverisë shqiptare do të vazhdojë. Pas këtij sulmi, Bashkia e Tiranës ka pezulluar edhe shërbimet e regjistrimit të fëmijëve në Kopës dhe Çerdhe, një proces që duhej të përfundonte më 22 qershor.
Pas sulmeve kibernetike që Irani bëri ndaj shërbimeve online shtetërore në korrik të vitit 2022, qeveria shqiptare vendosi ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike me Iranin dhe përjashtimin e personelit të tij diplomatik nga vendi. Ilir Meta kërkon të lirohet, por SPAK i ka nxjerrë prova të reja korrupsioni. Sipas prokurorëve të posaçëm, ish çifti Meta Kryemadhi ka përdorur një kartë krediti me limit të lartë në emrin e biznesmenit Adrian Shatku. Ish presidenti qëndron në burg prej tetorit kaluar për korrupsion dhe pastrim parash, po ashtu e pandehur, por në gjendje të lirë është dhe ish bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi. Gjykata e posaçme do të vendosë më 26 qershor nëse do të ndryshojë ose jo masën e arrestit në burg për ish-presidentin Ilir Meta. Seanca e së premtes u shty me kërkesë të avokatit të ish-presidentit, i cili kërkoi kohë të njihet me aktet e reja hetimore që dorëzoi prokuroria në gjykatë. Ndërkohë mësohet se për këtë dosje, SPAK ka zbuluar edhe një tjetër rast korrupsioni, ku dyshohet i përfshirë Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi. Bëhet fjalë për një kartë bankare nëpërmjet së cilës janë kryer shpenzime nga ish-bashkëshortët. Karta e dytë bankare e zbuluar është vënë në dispozicion, po nga biznesmeni Adriatik Shatku, por sipas avokatit të ish-presidentit Kujtim Cakrani, në asnjë moment nuk flitej për veprimet e Ilir Metës, ndërsa karta rezulton se është përdorur nga Monika Kryemadhi. Zoti Meta nuk ka karta. Nuk ka përdorur asnjë kartë, po nuk ka përdorur tani. Shikoj, juve doni të hapni lajme. Kartën e ka përdorur ish bashkëshortja e zotit Meta. Tetorin e kaluar, ish-presidenti Ilir Meta u vënë në prangra si i dyshuar për korrupsion, pastrim parash e fshehje pasurie. SPAK nisi hetime ndaj tij me dyshimin se ndikoi në lidhjen e marrëveshjes mes CES dhe kompanisë Dia, duke favorizuar Kastriot Ismailajn në këmbim të vlerave monetare. Po kështu nga hetimet ka rezultuar se ish-bashkëshortët Meta Kryemadhi kanë ndikuar në këmbim të korrupsionit për lidhjen e një marrëveshje interkoneksioni mes një kompanie celulare dhe biznesmenit Adriatik Shatku, si dhe për mosdeklarimin e disa shumave monetare për lobimin e lëvizjes socialiste për integrim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe disa ndryrje kirurgjikale në një klinikë private jashtë Shqipërisë. Sulmohet me armë hoteli ish shoferit të ish prokurorit Arjan Doja në Kruj. Mondi Voga ndodhej brenda tij bashkë me familje, ndërsa fatmirësisht askush nuk u lëndua. Policia gjetoi rreth 15 gozhoja në vendngjarje. Mondi Voga është një nga personat arrestuar për sulmin ndaj avokatit Ilia, ngjarje ndodhur në vitin 2018 në Durrës. Më herët të njëjtit lokal në pronësi të tij i është vendosur edhe eksploziv. Një hotel në pronësi të Mondi Vogës është sulmuar me Kalashnikov në fshatin Kras të Fushkrujës orët e para të mëngjesit. Mondi Voga, i shoferi prokurorit Arjan Doj, ndodhej brenda lokalit bashkë me familjen, ndërsa fatmirësisht nuk pati persona të lënduar. Plumbat thyen xhamat e jashtëm e madje deportuan deri pranë banakut. Policia gjeti rreth 15 gozhoja Kalashnikov në vendngjarje. Mond Voga qëndroi rezervuar kur u pyet mbi dyshimet se kush mund të jenë autorët e mundshëm para grupit hetimor. Mond Voga rezulton të jetë person me precedent të mëparshëm penal, ku në vitin 2018 ishte një prej personave që u arrestua për dhunën e avokatit Ilia pranë gjykatës së Durrësit. Në ato kohë Kadri Voga, babai Mond Vogës, kërkoi falje për veprimin e të birit, ndërsa tha se për të bërë këtë Mond Voga është porositur nga Arjan Doja, të cili në vitin 2019 i bën një atentat, ndërsa tashmë është zgjedhur deputet në siglën e Partisë Demokratike. Ndërkohë edhe në vitin 2017, Mond Vogës ju vendos sasi eksplozivi në lokal. Voga është arrestuar edhe në janar të vitit 2020 në kryeqytet për armbajtje pa leje, pasi udhëtonte me një mjet të blinduar dhe me fenelina policie. Ndërsa të lasheve nuk u kanë shpëtuar edhe familjarët të tij, pasi vite më parë, vëllait të Mond Vogës i është djegur një automjet. Autorët të cilët dyshohet se ishin dy, sipas hetuesve kanë qelluar nga pjesa e rrugës kryesore. Policia dyshon se mund të kenë përdorur një automjet për t'u larguar, por nuk përjashtohet mundësia që të kenë ikur në zonën e pyllëzuar pranë lokalit të Mond Vogës. Jemi sërish së bashku, ndalemi tani me të tjera zhvillime. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka vjuar me ndërhyrjet për shembjen e objekteve që pengojnë vijimin e punimeve përgjatë lungomarrës. Gjatë shtunës është ndërhyr në zonën e radhimës dhe orikumit në Florë. Shembja e objekteve është e domosdoshme për të realizuar kështu dhe vijimin e ndërhyrjes përgjatë Bregdetit për ndërtimin e lungomarrës. Pak ditë më parë komenton ndërhyrje dhe në shembjen e disa objekteve edhe në zonën e Dërmiut dhe të Jalës.
Rritja e temperaturave të globit ka ndikuar edhe në vendin tonë. Në vitet e fundit, rritja e temperaturave ka qenë e ndjeshme, duke patur kështu një verë më të gjatë se zakonisht dhe një dimër më të shkurtër. Sipas ekspertëve, kjo ka sjell rritjen e turizmit përgjatë gjithë vitit, që nuk lidhet domosdoshmërisht vetëm me plazhet, por ka edhe pasoja negative, pasi dimri i butë me temperaturat ngrohta nuk krijon kushtet e përshtatshme për sportet dimërore. Në 8 vitet e fundit, Shqipëria ka pësuar ndryshime të ndjeshme të temperaturave. Ndryshimi më i theksuar është në periudhën e verës. Korriku ka një rritje me 2.8 gradë Celsius dhe rritja më e theksuar është e muajit gusht me 3.2 gradë Celsius, ku siç e shikoni në të shkuarën, ka qenë korriku muaj më i ngrohtë për Shqipërinë, tani në ditët e sotme muaji më i ngrohtë është gushti. Me pak ndryshim, por rritja është më e madhe për muajin gusht. Ndryshimet klimatike kanë krijuar një hartë të re turistike në Evropë dhe një rikonceptim të sezoneve në destinacione turistike. Rezultatet e një studimi nga Departamenti i Meteorologjisë në Institutin e Gjeoshkencave tregojnë qartë se Shqipëria ofron kushte klimatike të favorshme për turizëm, jo vetëm gjatë muajve të verës, siç ka qenë perceptimi tradicional, por në shumë zona dhe gjatë pjesës më të madhe të vitit. Në shkallë europiane është një vlerësim në këtë paraqitje e treguesit klimatik mbi turizmin. Dhe shikohet Shqipëria ndodhet në një zonë që është ekselente, e shkëlqyer. Ne do të kemi në të ardhmen një fokusim të turizmit drejtuar zonave malore. Pra nëse sot tendenca është që gjithë blejnë një shtëpi në plazh apo të shkojnë në plazh apo të bëjnë këto, kush e kap në kohë, do ishte mirë që të synojë një shtëpi në mal. Në Shqipëri aktualisht sezoni turistik është i përshëndruar në vijën bregdetare, por në përshtatje dhe me ndryshimin e kushteve klimatike, objektiva e vitet e fundit janë drejt turizmit gjithëvjetor që nuk lidhet domosdoshmërisht vetëm me plazhet. Për stilin e verës, në të ardhmen do të ketë një rritje gjithnjë më të madhe të grupeve turistike që do të preferojnë zonat malore. Pasi me ngritjen e lartësisë temperaturave janë relativisht më të ulta, kurse për dy periudha të tjera tranzitore, pranverë dhe vjesht, sigurisht do të jenë optimale, jo optimale, por pothuajse ideale dhe shumë të mira për gjithë territorin dhe për gjithë kohën. Dimri i butë me temperatura të ngrohta nuk po krijon kushtet e përshtatshme për sportet dimrore. Por siç thekson profesor Petrit Zorba, kjo nuk ka vetëm element negativ, pasi në këto kushte të tjera atmosferike, zonat malore që dikur bllokoheshin gjatë nga bora, tashmë janë të hapura për të shfrytzuar turizmin. Sa i takon sporteve dimrore ose borës, ky është elementi i vetëm që ka një lloj mungese dhe përgjithsisht nuk do të jetë më pozitiv për sportet dimrore që janë skit etc. Kurse pjesa tjetër e periudhës e gjithë vitit është pozitive në aspektin e komfortit të krijuar nga natyra. Janari mbetet muaji më pak i preferuar për turizëm në Shqipëri në zonat malore, por kjo nuk ndikon në pjesën jugore të vendit. Ndërsa ndryshimet klimatike janë tashmë një realitet i ri. Projekcionet tregojnë se prilli do të jetë muaji me rritje më të madhe të aktivitetit turistik, ndërsa korriku do të shënojë rënje. Kështu pranvera dhe vjeshta do të kthehen në sezonet e reja të preferuara për turistët. Shqiptarët po vdesin nga sëmundjet e qarkullimit të gjakut. Sipas raportit të Institutit të Statistikave, vitin e kaluar më shumë se gjysma e vdekjeve erdhën për shkak të problemeve kronike të zemrës, për shkak të ishemive dhe problemeve dhe sëmundjeve të enëve të trurit. Mjekët apelojnë për kontrolle periodike, ndërsa ngren shqetësimin për neglizhencë edhe tek pacientët kronik. Në bazë të statistikave, shkaku i dytë i vdekjes janë sëmundjet e papërcaktuara dhe tumoret. Sëmundjet e aparatit të qarkullimit të gjakut janë shkaku kryesor i humbjes së jetës së shqiptarëve. Vitin e shkuar, sipas raportit të fundit të Institutit të Statistikave, ato ishin përgjegjëse për më shumë se gjysmën e vdekjeve si pasojë e sëmundshmërisë, duke pësuar një rritje në raport me vitin para. Kryesojnë problemet kronike të zemrës, pasuar nga ishemit dhe sëmundjet e enëve të trurit. Është një këmban alarmi për të gjithë popullatën, për të gjithë qytetarët, që duhet të bëjnë kontrolle periodike tek mjeku. Jo vetëm moshat e mesme dhe të vjetra, jo vetëm pacientët kronik që ne i ndjekim, i kemi me kartela, por edhe të rinj. Një kontroll tek mjeku bën periodik, bën që të kapen probleme në faza fillestare, siç mund të jetë për shembull çrregullimet e yndyrnave në gjak, që po i hasim gjithmonë më shpesh tek pacientët e rinj, dhe të moshat e reja, siç mund të jetë diabeti ose paradiabeti, që janë dy entitete shumë të rëndësishme që mund të jenë
pararendës të problemeve të rëndësishme kardiovaskulare, pra të goditjes së zemrës ose të trurit, sepse nuk është puna që një pacient të drejtohet tek mjeku ose të drejtohet tek kardiologu, vetëm në qoftë se ka dhimbje gjoksi, mbajtje fryme, rrahje të shpejta etj. Atëherë patjetër që do drejtohet. Mjekët apelojnë për kontrolle periodike, ndërsa shprehin shqetësimin për neglizhencë, shpesh dhe nga pacient kronik. Vdekjet janë shtuar për shkakun sepse një nga gjërat për fat keq që është evidente është fakti që një pjesë e mirë e qytetarëve nuk ndiqen rregullisht. Një pjesë tjetër që mund të jenë kronik ose që janë diagnostikuar me probleme kardiovaskulare, pra mund të kenë kaluar një sëmundje të arterieve koronare, mund të kenë vendosur një stent ose unaz, siç i thonë në zhargonin popullor. Ti mund t'i thuash çdo mirë është që një herë në 6 muaj, një herë në vit të bësh kontrolle periodike që të shikojmë yndyrnat, të shikojmë ecurin e diabetit, të shikojmë një EKG si është ecuria e sëmundjes koronare. Ndodh ndonjëherë për fat keq që shumë qytetarë mund të jenë neglizhent dhe nuk i ndjekin me rigorozitet këto këshilla dhe vjen puna pastaj, vjen një moment që mund të shtrohen për herë të dytë në spital, mund të jetë sëmundja më shumë e agravuar, mund të jetë prekur një enë tjetër gjaku dhe për fat keq mund të ndodhë që dhe mund të mos arrin fare në spital. Sëmundjet e papërcaktuara mirë sipas Institutit të Statistikave janë shkaku i dytë i humbjeve të jetës në vendin ton, me 21.5% të vdekjeve dhe më pas renditen tumoret, përgjegjëse për 15.3% të vdekjeve. Dhoma e ullot në Parlamentin Britanik i dha dritën jeshile ligjit për eutanazin që lejon vdekjen asistuar për pacientët në fazën terminale. Ligji kaloi mes debatesh pro dhe kundër, ndërsa pas miratimit në Dhomën e Lordëve, Britania mund të bashkohet pak vendeve që e aplikojnë këtë metodë. Ligjvënësit në Britani kanë miratuar me një diferencë të ngushtë një projekt ligj për të legalizuar vdekjen e asistuar për njerëzit me sëmundje terminale. Votimi dha një debati të tensionuar në parlament dhe në të gjithë vendin që përshkroi ndarjen politike, fetare dhe ligjore. Deputetët e miratuan projekt ligji me 314 vota pro dhe 291 kundër në fjalën e tyre të fundit mbi këtë çështje. Kryeministri britanik Keir Starmer ishte midis atyre që votuan pro projekt ligjit, pavarësisht kundërshtimeve nga disa në kampin kundërshtar që ai të abstenonte për të parandaluar ndikimin e ligjvënësve të tjerë. Projekt ligji tani do të kalojë në Dhomën e Lordëve për raundet e fundit të shqyrtimit. Vota e së premtes e vendos Britaninë në rrugën e duhur për të bashkuar me një grup të vogël shtetash që e kanë legalizuar procesin, duke u bërë një nga vendet më të mëdha për nga popullsia që e lejon eutanazin. Kjo mas lejon njerëzve me një gjendje terminale dhe më pak se 6 muaj jetë të marrin një substancë për të dhënë fund jetës së tyre përsa kohë që ata janë të aftë të marrin vetë vendimin. 2 mjekë dhe një panel do duhet të miratojnë zgjedhjen. Kanadaja, Zelanda e Re, Spanja dhe pjesa më e madhe e Australisë lejojnë vdekjen e asistuar, ashtu si edhe disa shtete të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke përfshirë Oregonin, Washingtonin dhe Kaliforninë. Shtëpia e lindjes e shkrimtarit të madh drejtoro Agolli në fshatin Menkulas të Devollit do të shndërrohet në një muze për të. Puna për restaurimin ka nisur, ndërsa muzeu do të përjetësojë figurën e tij përmes objekteve, kujtimeve dhe librave. Pas 20 vite shpritje ka nisur ndërtimi i muzeut të drejtoro Agollit në fshatin e tij të lindjes në Menkulas të Devollit. Ne bëmë të mundur alokimin e fondeve të nevojshme për ndërtimin e muzeut drejtoro Agollit. Është një vepër e cila do t'i japë vlerën që i takon kolosit të letrave shqipe. Shpresojmë që këto punime të ecin me ritme dur dhe unë për të jam shumë optimist dhe brenda 6 muajve të cilët është edhe afati përfundimit të punimeve, ne të kemi gati godinën. Ky muzej, i cili do të jetë një nga pikat më të rëndësishme të turizmit kulturor në qarkun e Korçës, do të përfaqësojë denjësisht jetën, veprën dhe trashëgiminë e një prej figurave më të mëdha të letërsisë shqiptare, dhe një devolliu të shquar që e lartësoi emrin e vendlindjes së tij brenda dhe jashtë Shqipërisë. Muzeu është konceptuar si një projekt i devollinjve për devollinjt, e kërkuar nga komuniteti, projektuar nga profesionistët e zonës dhe zbatuar nga kompani vendase. Besoj që me atë dashuri që ka filluar, ky projekt do të realizohet dhe do të përfaqësojë në mënyrë dinjitoze këtë figurë të jashtëzakonshme të vendit tonë. Miqtë e shkrimtarit të madh kanë vlerësuar ndërtimin e muzeut, i cili pritet të kthehet në një atraksion për turistët që duan të njohin trashëgiminë kulturore në Juglindje. Është realizuar një dëshirë e gjithë devollive, ku bëj pjesë dhe unë, por nuk mbaron.
Me kaq, drejtori ka patur ëndër që të ngrihej edhe një monument për punën. Është kënaqësi e madhe që drejtorit po i bëhet ky vlerësim. Po do të jetë një atraksion turistik. Devolli 3 përmendore ka. E para është lumi, e dyta është vallja Devolliçe dhe i treti është drejtori i madh. Objekti pritet të përfundojë në dhjetor dhe më pas do të pasurohet me objekte si muzei shkrimtarit. Dalin ankan veprat e rralla të Pablo Picassos. 7 objekte me syre pjata dhe në qeramike u shitën në Gjenev për 290.000 euro. Veprat u prodhuan në vitet 1927 dhe 1963, ato u ekspozuan për herë të parë për publikun vetëm disa ditë më parë. Një mik i familjes së Picassos i kishte ruajtur ato për shumë vite. Veprat e piktorit më herët kanë arritur të shiten deri në 1 milion euro. 7 vepra qeramike unike, pjata dhe enë nga Pablo Picasso u shitën në një ankan në Gjenev për pothuajse 290.000 euro. Copëzat e artit të krijuara mes viteve 1947 dhe 1963 në punishten e qeramikës Madora u shitën për shumën e majme, duke nxjerrë në pat dashurinë e publikut për veprat e mjeshtrisë spanjoll në të gjitha format e tyre. Motive emblematike të universit artistik të Pablo Picasso, pëllumbi, dhia, demi, peshku dhe zogu, i dekorojnë këto pjata me ngjyra të ndryshme. Këto qeramika u ekspozuan për herë të parë për publikun e gjerë në ditët e fundit, vetëm pak para ankandit. Këto vepra unike u përkisnin trashëgimtarëve të Picassos në fillim të viteve 1980, të cilat ju dhuruan njërit prej miqve të tyre. Një dashamirës i artit francez pa emër, mik i familjes së Picasso, i mbajti ato deri në vdekjen e tij. Në artin e qeramikës, rekordi për një vepër të Picassos është 1.149 milion euro për prototipin e vazos së artistit të vitit 1950, Grand Vase of Femme Voilée, në ankandin e Christie's në Londër në vitin 2013. Ishte gjithçka e përgatitur për Shqipëria sot, zhvillimet e fundit përditësuara minutë pas minute nga vendi, rajoni dhe bota e mund t'i ndiqni dhe në faqen tonë abcnews.al, njerësh dhe në valët e radios 105 FM. Bashkë përshëndetemi këtu, miru pafshim.